Ramush Haradinaj hoqi zyrtarisht dorë nga drejtimi i Partisë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës pas më shumë se 2 dekadash në krye të saj. Gjatë fjalimit të tij, Haradinaj i emocionuar fillimisht falenderoi UÇK-n dhe bashkëluftëtarët e tij, duke theksuar më pas se do të vazhdojë të shërbejë kombit edhe pas dorëzimit të postit si kryetar i partisë. Si kryetar i ri i Aleancës nga kuvendi zgjedhor i kësaj partie u zgjodh Ardian Gjini, ndaj të cilit Haradinaj gjatë fjalimit të tij shprehu besim të plotë, duke thënë ashtu siç i kam besuar vetes, ashtu i besoj Ardianit. Gjatë punimeve të kuvendit të 10 zgjedhor të Aleancës pas përmbylljes së pjesës solemne, delegatët votuan për zgjedhjen e kryetarit të ri të partisë Ardian Gjini, ku nga 461 delegat, 453 votuan për, 2 kundër, 1 abstenoi dhe 5 vota ishin të pavlefshme. Po ashtu u zgjodh edhe Këshilli i Përgjithshëm me përbërje prej 106 antarësh, të cilët ju shtuan edhe kryesia e re pas konstituimit. Haradinaj gjithashtu ju drejtua qytetarëve duke ju bërë thirrje që të votojnë AK-n, duke cilësuar Gjinin si njeriun më të mirë të këtij vendi. Ndërkaq Ardian Gjini në fjalimin e tij të parë si kryetar i ri u shpreh se është krenar që është pjesë e kësaj partie, duke falendëruar secilin prej tyre. Gjini theksoi se Haradinaj nuk ishte vetëm kryetari i partisë, por edhe simbol i lirisë dhe i politikës së mençur në Kosovë për 30 vite. Ai prezantoi edhe sloganin e partisë të quajtur Siguri, Energji dhe Zhvillim. Kushtoi se Kosova duhet të largohet nga kthetrat e padukshme të ndikimit të Serbisë. Ai shtoi se Kosova duhet të ndjekë rrugën e vet pavarësisht dëshirave të Serbisë, duke theksuar se historia e Kosovës me ta është e dëmshme. Megjithatë, mbetet të shihet nëse këto ndryshime në drejtimin e kësaj partie do të ndikojnë në besimin e qytetarëve dhe në rezultatet e zgjedhjeve të shtatqershorit. E prej dje, kjo parti zyrtarisht ka ndryshuar edhe emrin nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës në Aleanca.